إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na veçoi dhe na nderoi, ku Allahu Azza wa Jall pasi që na udhëzoi nuk na la të hutuar. Dhe një ndër begatit më madhështore, vëllezër të ndershëm, që Allahu Azza wa Jall na ja obligoi ditën e xumë. Para se të flasmi para të cilën e kena planifikuar që ta flasmi, vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut na ka porositur që ku të thirret e zoni që të ndëgjohet. Mirë po është e veçantë në ditën e xumë, se nëse njeriu hin xhami dhe zoni është duke thirr, ja fillon që t'i fal dy rekat namaz. Për shkak se pejgamberi Allahut e ndërprejti hutbën kur një njeri hin në xhami dhe ul pa i fal dy rekat namaz. Nga kjo hadithi pejgamberit Allahut, disa dietar kanë thënë se nuk lejohet njeriu që të hinë xhami pa i fal dy rekat namaz së pak. Nga se përshëndetja e xhamis është namazi. Mirë po përse ne mos të qëndrojmë në kam që të ndëgjojmë ezanin, po të fillojmë direkt namazin, kanë thënë dietarët. Nga se ndëgjimi i hutbës së ditës së xumë është më me rëndësi se sa ndëgjimi dhe përshpëritja dhe përsëritja e zonit. Pra vëllezër të ndershëm, ne në ditën e xumë informohemi me atë që Allahu Azza wa Jall ja zbriti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ta mëson ummetin se si të jeton në këtë botë, si të kalon këtë jetë dhe si të takohet me Allahun e tij nëse dëshiron të jetë ngatjimtar. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën mirënjohës për këto mirësi që popujt qertë nuk e posedojnë. Pra të Allahu Azza wa Jall ditën e xumë, Allahu Azza wa Jall e bekoi, e çmoi, e nderoi dhe e veçoi. Dhe ditën e xumë nuk ja din vlerën vetëm ata të cilët janë të informuar për begatit dhe mirësitë që Allahu Azza wa Jall i dhuroi në ditën e xumë. Pra ndëgjimi i ligjëratës ditën e xumë është një ndër obligimet më të rëndësishme për atë pejgamberi Allahut ishte i fundit që hinte në xhami. Dhe pejgamberi Allahut foli për ditën e xumë se sa është e rëndësishme që të vihet sa më herët, që i fundit që e përmbyllën ardhjen e xhamatit në ditën e xumë është hoxha i cili hip në hutbë. Nga se nëse hoxha ka hip hutbë, kanë ardhur hadithet pejgamberit Allahut që me lekët që i regjistrojnë ata që cilët prezantojnë në ditën e xumë faktikisht përmbyllen fletushkat dhe nuk ka dëshmin ditën e gjykimit se ka qenë prezent në ditën e xumë dhe e ka fal namazin e xumës.
Pra do lejo të ndershëm, po gjithashtu nga ka mësu pejgamberi Allahu gjithashtu se vlerën më të madhe të ditës së xumë, se vapin më të madh ditën e xumë është ai i cili qëndron në safin e parë dhe afër ligjëruesit, afër hidbës. Pra në namazet e zakonshme mas e vapa është më qëndru mas imamit, përveç se ditën e xumë mas e vapa është më qëndru më afër ligjëruesit, nga se ai që është më afër, më mirë, me më vëmendjen dëgjon atë që thuat në ditën e xumë. Pra u lejo të ndershëm, nuk ka ibadet më të çmuar se sa kur ligjeron ligjëruesi ditën e xumë. Kjo i ka bo dhe njerëzit, disa nga dietar të thojnë se qasti që ka thonë pejgamberi Allahu gjatë javës është ditën e xumë, është një qast që Allahu e pranon lutjen, a kur ligjëruesi ligjeron lartë në mimber të pejgamberit Allahut dhe përcjell mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Pra nuk ka qaste më të çmuara se këto qaste që ne vëllezër të ndershëm jemi privilegj që të qëndrojmë në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, në ditën e bekuar, në vendin ku ligjeronte pejgamberi Allahu dhe informonte dhe i mësonte sahabat shokët e tij, çdo sen që i bën dobi në këtë dunja dhe çdo sen që është e dëmshme për tonë këtë dunja, dhe çdo sen që e afron xhennetin e Allahut dhe çdo sen që i largon nga zjarmi i xhenemit. Para mendon e vëllezër se si kanë mundësi ta ruajnë ekuilibrin e imanit ata të cilët holumtojnë dhe gjurmojnë që hitba e xumës të jetë sa ma e shkurt e mundur, dhe për fat të keq në dalin disa ta është e quajtë Hoxhallan në kohën bashkohore se asunet sa ma shkurt, asunet sa ma shkurt vërtet, 20 minuta që të jetë hitba e xumës. Mirë po për kjo ke hadithi pejgamberit Allah dhe vlen për ata të cilët ishin 5 vakti namaz me pejgamberin Allahut dhe pas çdo kohës së namazit ndëgjonin masime nga pejgamberi Allahut, çka të flasmin në këtë zaman që njerëzit i kanë bosodisën shtëpitë e Allahut Azza wa Jall dhe nuk shifën ato vetëm në Ramazan dhe në atë kohë kur të prangosën dhe lidhen shejtanët. Allahu na i përmirësoft gjendjen. Pra lejo të ndershëm, sot do t'i thojmë disa fjalë për lojrat e fatit që janë vepër e shejtanit që të morin çdo send dhe nuk të japin asnjë send. Lojrat e fatit në veçanti në vendin ton janë shumë fishu. Lojrat e fatit, o lejo të ndershëm, kazinot janë shumë fishu dhe dikush në del sot krenohet dhe thot elhamdulillah arritëm qëllimin që ne borëm për sipër që të mormi një vendim. A din cili vendimi i fundit që është morë që nuk ka të drejta një kazino të hapet pa pas distancë me gazinon tjetër 500 metrë. Dhe kjo nuk është për përfitimin e atyre apo për interesin e popullatës, po është për interesin e kazinove, për shkak vëllezër të ndershëm, një ndërrasie që në bani unë të flas nga se në Kumanov, kinoshta jeni të informuar se kazino më e madhe në Maqedoni, që i fotët e Izraelit që kanë ardhur për të hapur, për të shkatëruar një ummet pasi që neve na shkatëruan. Ko pas kohë çdo dekat ne përjetojmë në veçanti në Komanavart nga një tragjedi të madhe, tragedia e cila është në prag të hapjes të kazinos më të madhe në Maqedoni, është vëllezër të ndershëm në Kumanov. Dhe njëri prej neve thot, këta ka për merë këtë informot në sefte, por në dëgjojmë. Pra vëllezër të ndershëm, ne gjalltas dhe majtas më shumë kemi bon kazino, se sa të kemi vetë shërbime, apo të kemi supermarket. Pra të vëllezër të ndershëm, ne në këtë mimberin e pejgamberit Allahut kemi informuan se Islami është sistemi vetëm që ka mundësi që të shqirton problemin e ummetit. Dhe Islami është, armëria ummetit është e domosdoshme.
dhe këto nuk aludojnë këto mashtrime dhe lojrat e fatit, nuk aludojnë diçka tjetër vetëm që na tregojnë se ky sistem bashkohor i cili tenton apo që pretendon për të drejtat e njerëzve është sistemi kalbor që nuk vlen për të mbizotëruan dhe për të sondu botën, për atë këtë papunësi dhe këtë varfëri një ndër shkaqet kryesore, vlellë të ndershëm janë bizozat lojrat e fatit. Nga se si që kanë thonë të partë tonë, se a i cili mirët me kësisa i lojna fillon të urren punën, ma alergjik është ndaj punës, nga se a i shef andra dhe jeton ma shumë me iluzione se sa me realitet. Për ata thonë të Ibn Gjovzi, nuk është lojrat e fatit, apo Bigjozi nuk është gjithë tjetër, vetëm mashtrim i vetë vetës dhe jetë me iluzione. I ba ato të cilët iluzion, ato të cilët shofin andra qutë, dhe thonë sonte, inshallah ka me qëllu, shtaqën edhe afer jam se dje, më qëllun për një numër së në qëllova, a ki harën se mas ati kompjuteri ka një program që a i komandohet, edhe a është i programun se ki shtaqë të rënë, 3 shtaqë, kur një jetën e vetë s'ka mi pa. Vetëm një rast mund të qëllojë njerë njonin mi për t'i motivu të qërë. Dhe ajo ama tragjike vlellë të ndërshëm a propaganda që bëhet dhe shofin njonin me makinë luksoze dhe thojnë kja është a i cili mbram ja kishtë qëllu. Kja propaganda e tyre që të mos të ikin mishterit të tyre. Pa atë njonin një ditë me pyta dhe njonin, thash atë shumë që ka frekuentim në këto kazino, që faktikisht i kanë zonë dhe rrugët me makinat të ndryshme, thash a muni me ma tregu veç një që e ka qëllu, e ka qëllu shtaqën, thamë bon filonin. Shkun dimuj vetëm arrestuna i kishte punu me drogu. Pra udhëja të ndëshëm këtë janë propaganda dhe mashtrim. Pra ki sistem nuk është ndërtu që ti me fitu. Ki sistem është ndërtu për di arsye kryesore. Sistemi në leo të ndërsëm të Bigjozit janë ata të cilët e propagandojnë, ata të cilët e promovojnë, janë njerëz të cilët dëshirojnë që të përfitojnë korrizin e të varfërve. Mirë pa jo është kriju për di qëllime. E para është për t'i la parët e pista. Politikant hajdutat të cilët kanë vjedhë leo të ndërshëm, i kanë shpërla dhe i kanë la parët në stromic për një masdort. Janë morë vesh me ato unë 1 milion pishti, 800.000 bardha kanë dalë mëngjes. E kuptove për se vlellë të ndërshëm, ki hap është i vështirë që të mirët, që të mbyllët. Dhe e kuptuat pse Kosova dhe Shqipëria e kanë mbyllën, jo për çkak haramit dhe halalit, po për çkak për të mbyllë dyert e pastrimit të pareve të pista, dhe kanë bon vlellë të ndërshëm. Mitrovicën e Veriut e kanë shëndëru në Macedoninë e Veriut. Mbyllën a gjep, këto pastrime dhe transferohen në vendin tonë vlellë të ndërshëm. Për këtë arsye për derisa ato nuk mbyllën, dihet se ka hajna të mëdhej që tentojnë që parët e pista që t'i pastrojnë, mirë për kur e kanë pa se ka ki umet shumë njerëz naiva që nuk e kuptojnë këtë sistem dhe nuk e kuptojnë se a vepër e shejtanit që Allahu Azza wa Jalla i ka mbyllë të gjithë dyert që muslimani të jeton, muslimani të ushqeja të mbjeton, muslimani që të furnizon familjen e vetë, nga gjerëse ati e nga jo lojrat e ndryshme dhe mashtrimet e shejtanit, pa dole të ndërshëm atere, këto janë ata që i reklamojnë dhe janë ata që i nëzit. Nëzisin njerës që mos të kiqen sërë që i ftofët me njerë e japin ati një përfitim të vogël, dhe nuk e lon me dalen
e në veçantia kini pyet pse këto lojna ma shumë bohen natën, nga se natën terrori nuk punon si kur ditën. Dhe ku dish ati është një atmosferë dhe pse asnjëherë nuk kam mije dhe nuk e di si janë. Me po si kam lexuar se është një atmosferë e veçantë që adrenalinën e njeriut e ngrisin që njeriu fillon me mendu me adrenalinë e me jo me logjik. Ka ngjirat e kuqe të cilat janë ata të cilat e mbyllin terrorin dhe njerëz fillojnë me mendu me emocione e jo me logjik. E bojnë një ambient do le të ndërshëm të thuaj se që edhe pak, mos e le për pak se ti keme fitu, pra ata të cilët le të ndërshëm për fitojnë pak, humbin shumë. Ndërsa ma tragjike është ato që humbin, e kur i pit ato po ti, a nuk je që humbe dhe po jam të shku mu nëzirë. E këto që nëzirën jesin ta për gjithmonë. Pra këto që tentojnë mundëser jesin në ta për gjithmonë dhe ne vlea të ndërshëm njohëmi shumë njerë që ka qëllu njerë njoni pre atinve që ka qenë dhe lojme që i ka fitu, i ka përfitu dhe këtë ja kanë dhënë dhorat ati 30 milion fitim i cili e ka qëlluan vetëm për ti motivu të qertë, amo përfundimin e ti e ka bo në vetë vërasje, nga se vlea të ndërshëm jo që e ka umbën 30 milionin që e ka rikëthi sërisht, se aji që i fiton 30 milion, kam e vrapu mi fitu 60 milion, aji që i ka 60 milion, kam e tentu mi fitu 100 milion, pra vlea të ndërshëm pejgamberi Allahut e ka nënvizu dhe ka thonë, mos me ndo se dikush ngopët nga se, nëse ishte ngopi se gopën të rombi cili ka pasuri as aj nuk e disa, me gjitha ta vlea të ndërshëm ati nuk i mjaftojnë as 31 apo 32 trilione aj lip ala, e ku a halijim dhe halijot, këtë pejgamberi Allahut e ka nënvizu dhe ka thonë se njeri me pas një kodër me dukat e lip 2. E ku ta boj e ditën e lip 3, e ku ta boj e 3 e lip 4, ka thonë se nuk e ngop njeriu në pasinin e njeriu dhe lakmin e ti, vetëm se dheo, a di kur ngopët njeriu, a dit kur me kacia të mlojnë ata dhe të lojnë të vetëmuar e lakoriq, as tesha që i ka vish këtë dunjo, as ka të lëkët që me vete, aj që a krenun këtë dunjo nuk i ka me vetë, vetëm atër e kupton realitetin e kësaj dunjoje, pra leo të ndërshëm në flemdrojmë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e ka mbyll këtë derë dhe ne nuk i jemi ata të cilët flasmi vetëm për numra, për fitime dhe humbje, mi po ne flasmi dhe tregojmë urdhat e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall në ka nënvizun Kurani Kerim dhe ka thonë innamal khamru wal meisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shejtani fajtanibuh la'allakum tuflihun. O i besimtar, alkohol, bigjoz, idhuj, shorti, janë të ndita. Allahu thot janë të ndita. S'ka ajrë në ta, s'ka përparim ta, s'ka bereqet në ta, s'ka mëshirë në ta, s'ka shëndet në ta, s'ka hajrë në ta. Rizqo min ameli shejtan, nga vepra e shejtanit. A di pse nga vepra e shejtanit? Pa qka këse si thot Imam Shatibiu, se nuk ka sen si kur bigjozi që i rejenon 5 objektiva që ka ardhi Islami për t'i rujt ato. Bigjozi të rënon të 5. Se ka ardhi Islami me të rujt dinin tanë. Bigjozi atë arun dinin tanë. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerimi, o jesuddekum an dhikrillahi wa anis salat. Dire se bigjozi a që ju pengon juve të përmenni Allahun, dhe në veçanti juve ju pengon namaz. Dhe namaz nëse ndodh ditën e xumë ati i dalin aparatet për para.
ju pegon juve namaz, nuk ju le me orë namaz. Për ata dita gjoboju duket gacë, ndërsa gjë, për ta fitu që shtaqën vëlledhët të ndërshëm që ndëron 12 saate dhe i duken si që kalun sikur 12 minuta. Ki po ato të cilës janë të lidhur me këto lojnat e fatit të runa sot, për ata vëlledhët të ndërshëm, dhe kjo është pyetja pse kam pyet shumë, pse njerëzit s'mujnë të braktisin këtë mëkat. E në përfundim kanë arë për çka këse është magji e shejtanit. A s'ka thonë Allahu vej për shejtanit? Me për pejgamberi Allahut ka thonë në akhiri zaman, do të shfaqen disa njerëz se nuk ju intereson se përfitimin e kanë pe halallit të haramit. Egoja për të pas shumë atirve ju shtohet. Atë shumë shtohet dhe lehet të ndërshëm që nuk ju intereson fare. A e kam halal, a e kam haram. A e kam fitu me gjerës, apo e kam fitu me gjersën e gjithë kujt. A e kam fituar me mundin tim, apo e kam fitu me mundin e qerëve. Allahu Azza wa Jell thot, kja është vepër e shejtanit, nga se shejtani arrit shumë sinime dhe qëllime. Për këtë arsye thënë të Said ibn Gjubejri kam pa se shejtani depërton të njerja modera ma e let dhe ma e shpejt që shejtani depërton zemrën e njerjut, s'kam pa derë ma të madhe dhe ma të lirë dhe ma të let për shejtanin se sa dera e bigjuzë. Yuridu shejtanu e yuqia bejnëkum ul-adawata wal-baghdha. Ka thonë se shejtani në përmes bigjozit juve dëshiron vëlledhë të ndërshën në përmes këtire lojrave të mbjelle armitsi dhe urrejtje. Ai cili fiton dhe ai cili hum këto bëhen dihasmit mëdhej. Për këtë arsye kemi përleshje dhe në këto vende, kemi përleshje thirrjeve dhe të aparatëve këto vende, për shkak se ai që ka humbë bashinatosur, ndaj ati që ka fitu vëlledhë të ndërshëm pa gjerës, fitimi pa lodhje. Për këtë arsye çka është komore, çka është ne i thojmë sheriatin e Allahut komore. Komore a çdo sen që dhonja është sigurt, pagesa është sigurt, ama përfitimi është i rrezikshëm dhe jo i sigurt. Kjo është vëlledhë të ndërshëm definicioni komorës. Edhe në termin e Kurani Kerimit i thojnë el meisir, e kanë qujtë el meisir, nga se njeriu tenton më bo bilioner, milioner kollaj. E ki bo në kafe që shbon të milioner. Kjo është ajo e cila ondra e ti që e qonë me lujt këti lojat e fatit për shkot të të përdinat i jap fund fukarallëkt. Ndërsa komorja është ajo që të shton në varfërin. Jo vetëm që të shton në varfërin, po komorja është që të robron në zemrën. Komorja vëlledhë të ndërshëm bigjozje është që të shkatron shpirt. Komorja bigjozje është që të rëndon familjen. Mjeri ata që kanë thonë dugonja me qira për kësisoj lojera, nga se gjithë përfitimin e kanë haram. Ato që shërbejnë në ta janë haram. Ato që ndërmetsojnë për këta je kanë kejtë përfitimin haram. Shkatërim familjar, një dua e një nanës nëse i pranoa do leho të ndërshëm, mjeri aj që ka për të jetun këtë dunja, dhe mjeri aj se si ka me të ku zotin e vetë. Ne unë kam të regu se pyqja me të mërshme që mu ka parashtru leho të ndërshëm, a pyqja e atirve prindve të cilët më kanë pyjt a ban me elmu djalli. Kja komargjia. Kanë arrit prindve në gjengje vëllezër të ndërshëm për ta elmu djalli. A diri përse? Për shkak se djalli duke lujtër kësi lojra je lese shpirën ja ka shit. Lese ka hin kamoc. Lese ka rënu shtëpin e vetë. Lese ka rënu familjen e vetë. Thot hoxhën ndëruar pasha Allahun që janë një nuk kemi me qkati ushqenjë fëmi, një paton, për qkak se ki njeri nuk ja merë edhe kafshatën e bukës fëmijët dhe vetë, a më lejon që të elmojnë që të ratomi ne pej ati, ndërsa ki të tonë që në shpinën e ati me përfitu, ki të tonë që moraton në shpinën e vetë, këtë në tonë vëlledhë të ndërshëm se kara ati dhe mirësin shpirë në vetë, pa të thotë Allahu Azza wa Jell,
Se shejtani dëshiron nga ju që rënoje pes objektiva që ka ardhë Islami mirojt. Islami ka ardhë për po këto 5 qëllime. Komorja, bigjozi, lojrat e fatit janë që i rënojnë të 5 që që ka thoni Imam Shatibiu. Ta rojnë në fen. S'ka venda. A nuk tha pejgamberi Allahut e para çështje pe Islamit që humbët a gjikimi me shariat. A keni dikon gjikimi me shariat? A keni ndëgju? E fundit që e humbet halka e fundit e Islamit a namaz. Nëse namazi, s'ka Islam ta. Para një hoqë më ka thonë, se edhe me qelim e shahadetun e Baba Najib e qojnë xhenet, e qonë xhenet, inshallah. Ku ti e tita në xhenet, një edhe Baba Najib jotë. Pra dhe ato ndëshëm me shahadet, me qelim e shahadet, pra baba se ne ka thonë la ilaha illallah se akoni preokupua me komunizëm, me sisteme ndryshme, hajde na o gjallar tim ledh mi 70 herë, jo njerë, 70 herë për babën tonë që e këna qunë në kjeret, që kurra i se ka ditë pragin e gjamiz, bile ka qenë alergjik ndaj gjamive, e pas taj më ledhën o gjallar dhe modelin e dërvishve, edhe la ilaha illallah 70 herë, edhe ta drejt në lule xhenetit. Do më thonë na që i pu falsh mi kotorë, si pas këtirë vëgjallarë. Ama është vështirë këtë dokori me hekte në umetin tonë. A dini përse, për shkak se shejtani nuk i lep. Tregoj për sunetin e pejgamberit Allahut, fali 20 vetë dhe këtu më kujtohet Molla Jakupi që i ba thonë, 20 vetë kam folë mu afru njoni me qetrin saf, as një santin se ne afrova njoni me qetrin, as një centimetre nuk lëviz. Në modhe e afronu, në gjatë dhe këshirke, shumajnë, i kutëne. 1 centimetre se ne afronë. Ndërsa le ato ndërë për piqën i bidat mja e. S'ke mundësi. Dhe unë e marrë me përgjësi që qelimja la ilaha illallah që bëhat për të vdeku. Jo që s'ka bas. Po kjo e tradit e dërvishve. Tradit e shijave. Tradit e atinve të cilët i kanë mitë vlasnit e tu në Siri. Ato të cilët të nëtojnë dhe planifikojnë sot e kësaj ditë e tije me të mbytën. Gjaki jotë, pasuria jotë, nderi jotë për to, ash afrim të Allah me ta derë dhe me ta përdos në derin tanë. Me gjitha tanë këtë radit heke, mush me heke. Më mirë me ju që këni dalë o gjallon. Unë e po thamë mos me shpenzu, një otë po thot me shpenzu, me gjitha ta cëllin e ngondë. Unë jam i abitë. Thamë ka thonë pejgamberi Allahut, cëli është ai që e ka dash fenë Allahut. Ma shumë a pejgamberi Allahut, shok të pejgamberit Allahut apo ne? Kush ka sakrifiku për fenë Allahut? A shok të pejgamberit Allahut apo ne? Ato. E ata më të regua kanë bon diçka t'ilë, s'kanë bon vle dhe të ndërshë. Për këtë arsye, për deri sa ne jemi neglijent ndaj dinit Allahut dhe ndaj sunetit pejgamberit Allahut, që sot është vle dhe të ndërshëm, amon iniciativ kundra sunetit pejgamberit Allahut dhe mendojnë të shkretit se kanë me qëndëru Irani dhe ka me arrit ata që e ka pasën kone titës në përmes bashkësis islamet Sarajevës që me neve me na robëru dhe me na komanduan si dojnë ato, harrojnë ato se jemi në kone globalizmit, jemi në kone internetit, jemi në kone inteligencës, jemi në kone arsimit, jemi në kone leximit, s'kan mundësi të arrinë ata. Vetëm se do të shpenzojnë kot edhe në fund do të dëshpërohen si që ka thonë Allahu Azza wa Jall, pra lejo të ndërshëm lojrat e fatit që janë vepër e shejtanit se të arrojnë në dinin, ta shkatrojnë menën. Sa i me që ma është tanë ditën ba u shtel dërmohet në aksham, ato që i ka fitu i lenë mazdaurët. Ta rënojnë menë. Ta rënojnë, ta shkatrojnë pasurin. Ta rënojnë familjen. Ta rënojnë për e ardhja. Fëmit nuk e gjofin babën e vetë, ku të gjofin ato? A i ditën duhet, ja me vjedhë, ja me manipulu, ja me punu, që notën me argju. Para ta në keha qëllimi dhe sënimi shejtanit, dhe sënimi shejtanit është me ta upkohen
me ta keq përdor pasurinë dhe me ta prish zemrën dhe shpirtin. Pra Allahu të ndërshëm, qëllimi i shejtanit është që njeriu me deviju nga qëllimi i krijimit, pse Allahu na krijoi, Allahun ton me adhuru, ndërsa ki Allah me lojrat e fatit, Allah me për Allah. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të na vendison. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu të rit ton, Allahu azza wa jall nga këto kurthe, Allahu azza wa jall të mbron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, Islami madhështor ne ka ndaluar neve që ta grabitmi dhe ta hajmë pasurinë e qerve me pa të drejtë. Për këtë arsye thon te Ibn Taymija, pas kamatës nuk kam pa pasuria që hahet me pa drejtë se sa lojrat e fatit. Ashtë ngranje e pasurisë të qerve me të pa drejtë. Dhe thot pejgamberi Allahu, çdo trup, çdo gram i njeriu që është ushqe me haram, ka për ta shkri vjamin dhe trupin dhe mishin e apo gramin e mishit të tij zjarmi i xhenemit. Allahu na ruaj. Çdo gram që e ke fitu, çdo kafshat që e ke ngrënë në barkun tanë, këta ka me ta shkri zjarmi i xhenemit nëse nuk i pendohet Allahut azza wa jall. Pa do leo të ndërshëm, njani hin këta aparata dhe me ndonë se ka me fitu. A kini botin i qebrit tash që të njerë ka up? Për para lushin qebrit. Këto plec një din qebrita se tash avansu. Tash e kanë bon këto lojna dhe online. Që mos mu po, mos mu identifiku se kusha të lujt e kusha të lujt. Për këtë arsye vëllezër të ndërshëm ja kanë lecu metodën që me ja grabit pasurin e njerëzve me pa hak dhe me pa drejtësi. Pra ata më kujtohet një gjallë, tha u martova, baba em ishte qibritash. Dhe në tonë qibritashët për para kush e mon men pazarin e kerrave në Shkupa gje ma shumë për para derës që ndëroshin. Edhe ato janë bandit, janë girop, kush o njoni fitoj, edhe qëtëri fitoj, ato kejtë një. Ashtë girop dhe ato ndërsh. Pa ti ma manipulu njerës të cilët nuk e kuptojnë këtë loj, edhe tha, e manipuluan njonin shok të mi, o tha kur shkoha unë e sefte, tha të mirë shpi thamë babëstem këshira, ka mundësi që kësa jere hiqë mus me folë, truku. Tha se e dishtë në qëfar teme hi. E o to që në tha se u manalin nusën, ki qëfar babe qibritash, ta po ma japin nusën, tha që babëstem a banë mus me folë hiqë. Unë po flasë këta për shkak se ma ka lejuaj me folë, me tregu. Edhe tha i po shun, edhe ka qëllu hoxha po folë për sadakar. Hoxha po thot aj që jep një dënarë sadakar. Allahu jam shumë fishon sadakan e ti, ja 10 fishon edhe ma shumë. A i tha po bëjmë më njerë në ndërhini, tha valla hoxhe vërtet. Tha që po ta këldoj një rast, tha ishmi të lujt qibrita. Tha dhe këto shokët e mi, tha kishtim prevarit njonin i cili kishte dalë mi bleu shtim fëmive dhe tomël me grën e vetë. 200 mark në atë kodha, ja këshin grabit, ka anë grën e vetë po ka anë. Qa kena me bëqu të shpija, qka kem këton, edhe tha une kap atin dhe tha ja mora 200 mark, ja ktheva atine, edhe i thash bela perbe, hezbe blejk ushqim, tha familjes tone, tha hoxha fenis, ka shku 15 minuta, njoni kështë dalë me dë blejker, 1000 mark laptop në qibrit. Nja me dhejt. Tha une kryen të poshte e kënoqe me babë. Pra vëllezër të ndërshëm, këto janë vepra dhe mashtrime të shejtanit, që shejtani tenton që njeriun të jeton njeriun në iluzione. E ke pa dikush i cili jeton në iluzione, përpillon një gënjeshtër dhe kthehet i beson gënjeshtër vetë, në tregoni një komargji, në tregoni një kamargji vëllezër të ndërshëm që ka përparu, në tregoni dikur që a pasuru, dhe për ato që ndëgjoni gjurmoni dhe u lumëtoni, se unë kam gjurmu mas disave të cilë më thojishin se ki për tëtë i kanë ka fitu në loto, me gjitha ta vleo të ndërshëm e zbulosha se aj e kishte mbules
për një tregti dhe biznis të zi, s'ka mundësi vëllezër të nderuar se programi është i tillë, ama është interesant se ai të lexon ti dhe online. Ç'i lexon? Inteligjenca artificiale të lexon ti edhe çka mendon edhe kur je i lodhur, edhe të mendon edhe ç'ish mendon ti. A ke pa ti ç'ish ka të hapsh diçka, çka të kërkojsh diçka në Facebook, dalin keq ato. Ai që kërkon makina, i dalin makinat. Ai që kërkon trenjer, ka i dalin trenjerët. Edhe që ditët ki thot KPD. E inteligenca ta s'ka përparu, taj ka mundësi me të lexu dhe kur je i lodhër, bashkët ko ka mundësi me të prevarit vëllezër të ndershëm. Bashkët ere ki me ra viktim, kur me ndonë se ti po largohesh me mbyll, a i ta shlon një bonus. Ama bonus një 20% me kusht, me lujt edhe një lujt. Sa ban ki me mshel, apet e lun edhe qatë loj, kër e shef se ki për model, jashlon edhe një bonus tjetër, deri sa vëllezër të ndershëm shishmohen ta, edhe ma interesant kam dëgju se, ka mundësi kredi ati për ati online me mërë. E pastaj vëllezër të ndershëm detirohet me shit shtëpin e vetë, detirohet me shit mallin e vetë, e fillon vëllezër të ndershëm mi humbe dhe marrja dhe turpi, për shkak se hina për borxhe të shumta, e kur ti humbe turpi vëllezër të ndershëm fillon me grabit dhe me vjedh, derisa ta humbe kam dëgju vëllezër të ndershëm që njoni e ka shit nderin e gruajës së vet, vetëm se ta arrije po keni. Vetëm se ta qëlloje, mos po fiton. Nuk ka fitu kërkush, s'ka përfitu se kja vepër e shejtanit dhe mashtrim dhe kur të lusim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na vedison. Pra vëllezër të ndershëm, lojrat e fatit janë vepër e shejtanit, janë kurth i shejtanit që të merr prej teje çdo sen, ama nuk jep asnjë sen. Ta merr nderin, ta merr përgjegjësinë, ta merr ftyrën, ta merr zemrën, ta merr shpirtin, ta merr familjen, ta merr pasurinë, të merr çdo sen, po ma kritike që ta merr dhe xhenetin. Allahu azza wa jalla lusmi që Allahu azza wa jalla ta udhëzon rinin ton, lusim Allahun azza wa jalla që Allahu të udhëzon dhe ata të cilët bëhen shkak që të rëndojnë familjet e muslimanëve, lusim Allahun azza wa jalla që Allahu azza wa jalla të na furnizon me furnizim halal dhe të na mbron nga furnizimi haram. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.